I nderuar kryetari i Komunës së Vushtrisë, zotri Ferit Idrizi. E nderuar drejtoreshe kulturës, zonja Medina Bunjaku. Të nderuar autor, zotri Veli Karaqa dhe doktor Pajazit Plana. I nderuar ish kryetari i Komunës, zotri Gjafer Tahiri. Të nderuar veteran të arsimit, përfaqësues të institucioneve qendrore komunale. Dashamir të librit, ju të pranishëm, zonja dhe zotrinj. Mirë se keni ardhur në përurimin e librit Vushtria gjatë viteve të rezistencës 1990-1999 të autorëve Veli Karaqa dhe doktor Pajazit Plana. Një nga kohët më të rënda, por edhe më të lavdishme, është periudha e rezistencës së viteve të 90-ta, të shekullit të kaluar. Gjatë kësaj kohe, përkundërse përjetoi dhunë terror nga policia e ushtria serbe, u arrit të formoheshin institucionet tona të pavarura. Për herë të parë, filluan të lëshohen libreza, deftesa, certifikata dhe diplomat e nxënësve dhe studentëve me emrin Republika e Kosovës. Prandaj ky libër sjell para nesh kujtesën e një periudhe të rëndësishme për vendin tonë, një kohë të mbushur me sakrificë, rezistencë dhe përkushtim për liri. Përmes dokumenteve, dëshmive dhe ngjarjeve të trajtuara, autorët kanë bërë një punë të madhe në dokumentimin e kontributit të qytetarëve të Vushtrisë gjatë viteve 1990-1999. Sot, përmes këtij përurimi, ne jo vetëm që përurojmë një libër, por nderojmë të gjithë ata njerëz që me përkushtim, sakrificë, guxim kontribuan në rrugën e lirisë. Për të hapur zyrtarisht këtë përurim, kam kënaqësinë të ftoj atë njeri i cili vazhdimisht ka treguar përkushtim të veçantë ndaj kulturës, librit dhe mbështetjes së autorëve e krijuesve tanë. Vushtria mbetet ndër komunat e vetme që ka krijuar një praktikë konkrete të mbështetjes institucionale dhe financiare për botimet, krijimtarinë dhe promovimin e vlerave kulturore. Bëhet fjalë për kryetarin e komunës sonë, zotrin Ferit. Nderuara drejtoresh e kulturës, i nderuar kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame, të nderuar veprimtar të çështjes kombëtare, të nderuar autor të librit doktor Pajazit Plana, Veli Karaqa, i nderuar ish kryetar i komunës, kryetari i degës së LDK-s, recensent i librit doktor Gjafer Tahiri, të dashur të gjithë ju të pranishëm, sot kam kënaqësinë që në emër të Komunës së Vushtrisë t'ju drejtohem në këtë përurim të këtij libri me vlerë të veçantë që përmbledh një epokë të historisë tonë kombëtare, epokën më të ndryshme, por epokën më sfiduese, ku një popull i tërë sakrifikoi për të mbjetuar, për të qëndruar në vendin tonë, në Kosovën tonë të dashur, për të ndërtuar institucione të pavarura, që siç u përmend edhe nga prezantuesja, për herë të parë në shkollat shqipe që funksionuan në atë kohë u lshuan deftesa me logon Republika e Kosovës. Ishte epoka e viteve 90-ta dhe pikërisht Komuna e Vushtrisë ishte pjesëtare e asaj epoke që udhëhiqej nga lëvizja gjithë popullore, lidhja demokratike e Kosovës, e udhëhequr nga filozofi, atletari, mbështetasi, diplomati, arkitekti i pavarësisë së Kosovës, presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova. Këtij rrugtimi të parët ju bashkua Vushtria me intelektualet, atletarët e tij. Dhe sot përkujtojmë me falënderim
dhe respekt e madh edhe bashkërrugtarin e presidentit historik, profesor Hajzer Krasniqin, i cili sot nuk është në mes. Ju përshëndeta të gjithëve me veprimtar të çështjes kombëtare, sepse çështja kombëtare ishte një tragjedie. Në atë kohë ishte në rrezik deri në shfarosje. Dhe jeni ju që ju kemi përballë ata që organizuat jetën këtu për të qëndruar, për të jetuar, për të arsimuar, jeni ju ata që i motivuat të rinjët dhe të rejat që të bashkohen vërtet rreth një kauze që nuk u thye asnjëherë. Dhe unë dua t'i falenderoj edhe dy autorët e librit që kanë qenë edhe protagonist të gjitha këtyre ngjarjeve dhe zhvillimeve. Pra, shkrimet e tyre janë autentike, sepse këta e kanë përshkruar një rrugtim të cilin kanë rrugtuar vetë në një rrugtim të cilin kemi bashkërrugtuar të gjithë ne. Nuk ishte e lehtë, ishte shumë e vështirë dhe për më tepër me daljen e skenit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Vushtria u bë qendër e logjistikës, jo vetëm për Vushtrinë dhe regionin e Shalës, por edhe për pjesën më të madhe të regionit të Drenicës. Të gjithë u mobilizuan. Ishte provimi më i madh që e dha komuna e Vushtrisë, qytetarët e Vushtrisë. Por ishte edhe udhëheqja e shkëlqyeshme e asaj kohe që tash s'po i përmend një emra që i kemi këtu përballë. E kemi edhe Bacin e Bosh, edhe Beqir Xhemen, edhe këta aktivistë këtu që drejtuan në atë kohë. Të gjitha këtu ndihma logjistike duke ju shërbyer jo vetëm popullatës civile, por edhe ushtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Bashkë edhe me dy autorët e librit, Dr. Pajazit Plana dhe Veli Karaça. Ajo që nuk dua të zgjatem shumë dhe kam një porosi si bashkëqytetar i juve, si bashkëveprimtar, si një intelektual, si kryetar komune, është që mos lejojmë që asnjë shkronjë të atij rrugtimi që kemi bërë të mbulohet në harres. Sepse thonë që historia jonë është një zinxhir i gjatë, i ndërtuar prej hallkave, dhe në çdo epokë është ndërtuar nga një hallk e qelikt. Dhe një prej atyre hallkave të qelikta ka qenë edhe rezistenca e viteve 90-ta. Prandaj, shkruani e t'ju lam brezave që vinë ta dinë se kjo liri që sot po gëzojmë kishte një rrugtim të vështirë dhe lindja nuk ishte e lehtë, ishte me mund, lot, gjak, sakrificë. Me këtë rast, dua t'i falenderoj edhe të gjithë bashkëdhetarët të cilët në asnjë periudhë të historisë nuk e kanë lënë vetëm Kosovën. Na vepruam si një trup i përbashkët, shqiptarët kudo që ishin. Por porosia ime është që na duhet më tepër se çdo herë na duhet unitet, na duhet mençuri, na duhet urti. Dua t'i referohem edhe një herë liderit të shqiptarëve, presidentit historik Ibrahim Rugova. Ai ishte i urtë, ai ishte filozof, ai ishte i matur, ai ishte i guximshëm. Ai nuk bënte përçarje në popull.
mund të mendojmë secilin ndryshe, por për çështjen kombëtare do të jemi në një vend. Faleminderit shumë të gjithë juve për gjithë kontributin që keni dhënë në rrugtimin e çlirimit të ardhshëm. Faleminderit i nderuar kryetar për fjalën tuaj. Tani ftoj që të marrë fjalën recenzenti i librit Zotëri Xhafer Tahiri, i cili do të sjellë një vlerësim profesional mbi përmbajtjen dhe rëndësinë e këtij botimi. I nderuar kryetari i komunës Zotëri Ferit Idrizi, drejtoresha e kulturës, të nderuar autor të librit Zotëri Veli Karaçi, Dr. Pajazit Plana, të nderuar veprimtar themelues të degës së LDK-s, Baci Bush, të nderuar kryetari i shoqatës së veteranëve të arsimit, përfaqësues shoqatave të dalën nga lufta, mjekë aktivist të orëve të para, kontributdhënës në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Për mua ka qenë një nder të jashtëzakonshëm që të bëj recensionin e librit dhe të shfletoj një libër që është si shfletimi i vetë historisë në cilin ka kaluar populli i Kosovës. Libri Vushtreja në vitet e rezistencës 1990-1999 i autorëve Magjistër Veli Karaçi dhe Dr. Pajazit Plana paraqet një kontribut të çmuar historik në pasqyrimin dhe dokumentimin e një prej periudhave më të vështira dhe më vendimtare për fatin e popullit shqiptar në Kosovë. Ai trajton periudhën e okupimit serb dhe vendosjes së masave të vëndshme, kur u mbyllën institucionet publike të arsimit, shëndetësisë, kulturës, informimit dhe sportit, ndërsa nga institucionet shtetërore u larguan mbi 150.000 shqiptarë në mbar Kosovën, prej tyre mbi 5.000 vetëm në komunën e Vushtresë. Libri hedh dritë mbi represionin sistematik të egër serb gjatë viteve 90-99, periudhë e karakterizuar nga suprimimi i autonomisë Kosovës, okupimi dhe vendosja e masave represive me qëllim të pamundësimit të jetës normale për shqiptarët. Nëpërmjet politikave diskriminuese, represive, pushteti serb synonte të detyronte shqiptarët të mbetur pa punë dhe në kushte të rënda sociale të shpërnguleshin nga Kosova, ndërsa vendet e tyre të punës të zëvendësoheshin me kolonë serb të ardhur nga viset të ndryshme të ish Jugosllavisë, ku kishte edhe luftë, me qëllim të ndryshimit të strukturës demografike të vendit. Libri shërben si një dëshmi e punës kolektive, e organizimit të institucioneve paralele dhe e qëndresës së popullit shqiptar, duke u fokusuar në momentet më të rëndësishme të organizimit politik, institucional, humanitar dhe më vonë edhe ushtarak në funksion të ndërtimit të shtetit të pavarur dhe sovran të Kosovës. Vlerë e veçantë e këtij botimi është dokumentimi i ngjarjeve dhe personaliteteve që bartën përgjegjësi në institucionet politike të kohës, qofshin ato humanitare dhe shoqërore. Autorët sjellin të dhëna të rëndësishme për individët që u vunë në shërbim çështjes kombëtare në fusha të ndryshme, si arsimi, shëndetësia, kultura, solidariteti shoqëror dhe organizimi i strukturave të para të vetëmbrojtjes për mbrojtjen e popullit dhe të Republikës Kosovës. Ky libër nuk është thjesht rrëfim historik, ai është dokumentim i vërtetës për një periudhë që rrezikon të zbehet në kujtesën kolektive, veçanërisht të brezat e rinj që nuk i kanë përjetuar atë kohë ose kanë lindur pas luftës. Përmes fakteve e dokumenteve dhe dëshmive, lexuesi njihet me realitetin e periudhës së rezistencës shqiptare, si dhe në fazën e luftës çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila u zhvillua si përgjigje ndaj okupimit klasik e të egër serb. Libri paraqet me ndjeshmëri dhe saktësi teje të jashtëzakonshme, madje edhe me dorëshkrim, kontributin e qytetarëve të Vushtresë gjatë gjithë asaj periudhe, dhe asnjëherë nuk kemi vetëm një nënshkrim të vetëm, kemi dokumente të nënshkruara në grup, si për të vërtetuar edhe besueshmërinë e këtyre dokumenteve, edhe autenticitetin e tyre, edhe vërtetësinë e kontributit të secilit qytetar. Pra në libër pasqyrohet puna humanitare e qytetarëve, por edhe institucioneve dhe vetë akterëve, grumbullimi ndihmave për familjet në nevojë, angazhimi vullnetar i mjekëve dhe infermierëve në kuadër të shoqatës humanitare bamirëse në Terezë, si dhe kontributi i pronarëve të shtëpive që vunë në dispozicion hapësirat e tyre për funksionimin e institucioneve paralele, ambulancave, depove për ndihma të shoqatës dhe aktivitete tjera me rëndësi etike.
Një kapitull me rëndësi të veçantë trajton periudhën e luftës kur dokumentohet strehimi, akomodimi dhe furnizimi me artikuj ushqimor, higienik dhe veshmbathje për rreth 70.000 persona të zhvendosur nga 5 komunat Kosovës. Po ashtu, libri paraqet në mënyrë të dokumentuar themellimin dhe funksionimin e Këshillit Komunal për ndihma emergjente dhe kontributin e këtij këshilli në furnizimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që nga 11 marsi i vitit 1998 e deri në përfundimin e luftës me artikuj ushqimor, higienik, veshmbathje, derivate, automjete dhe ndihma të tjera logjistike. Vlera shkencore e këtij libri qëndron në kombinimin të dhënave statistikore, rrëfimeve narrative dhe analizës institucionale të cilat ndërtojnë një strukturë të plotë dhe gjithëpërfshirëse të ngjarjeve të asaj kohe. Autorët mbështeten në dokumente arkivore, vendime komunale, dëshmi individuale dhe raporte pune, duke krijuar një mozaik të pasur burimesh primare për historinë e Republikës tonë. Libri vushtria mbitet e rezistencës 90-99 të autorëve Magjistër Veli Karasha dhe Dr. Pajazit Plana përfaqëson një vepër me vlerë të veçantë historike, dokumentare dhe kombëtare. Ai nuk paraqet vetëm kronikën e një periudhe të vështirë të popullit shqiptar në Kosovë, por edhe vetë dëshminë autentike të vetë autorëve, të organizimit, solidaritetit, sakrificës dhe qëndresës së qytetarëve të vushtrisë përballë represionit dhe okupimit serb. Kjo vepër shërben jo vetëm si burim i rëndësishëm për studiuesit, për historianët, por edhe si urdhë rrëfyes për brezat e rinj të cilët duhet ta njohin të kaluarën për të kuptuar më mirë vlerën e lirisë, shtetit dhe sakrificës që është bërë për të. Në këtë kuptim, libri paraqet një monument dokumentar të rezistencës së vushtrisë dhe një kontribut të çmuar në historiografinë e Kosovës, duke merituar vëmendje dhe vlerësim të veçantë nga publiku, institucionet dhe studiuesit e historisë tonë kombëtare. Faleminderit shumë autorëve urime. Faleminderit zotri Tahiri. E në vazhdim ftojmë autorin zotrin Veli Karaqa që të ndajë me ne përvojën dhe motivin e punës në realizimin e këtij botimi. Përshëndetje për gjithë, të nderuar të pranishëm, ju falenderit për pjesëmarrjen. Libri Vushtria gjatë viteve të rezistencës 90-99 paraqet situatën politike të viteve të mëdhta pas suprimimit të autonomisë së Kosovës dhe vendosjes së masa të dhunshme në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike. Ligji përmban organizimin politik e institucional, formimin e partive politike dhe institucioneve të pavarura qendrore e lokale në Republikën e Kosovës, Këshillin Komunal për mbrojtjen e të lirive dhe drejtat e njerëzit, Këshillin e pajtimit, Këshillin Komunal për financim, Shoqatën Humanitare Bëmirëse Nëna Tereze, Këshillin Komunal për Arsim dhe Këshillin Komunal për Ndihmë Emergjente. Një historik i shkurt i Këshillit Komunal për Ndihmë Emergjente. Për punimin e historikut të këtij këshilli është shfrytzuar dokumentacioni i Këshillit Komunal për financim në ushtri, i cili me shumë kujdes dhe përgjegjësi ka hartuar dhe menaxhuar të gjitha mjetet financiare të dedikuara për ndihmë emergjente gjatë luftës së fundit në Kosovë. Këshilli Komunal për Ndihmë Emergjente në ushtri është themeluar me 21 mars 98 dhe veprimtaria e këshillit ishte strehimi, akomodimi dhe përkujdesa për mbi 70.000 të zhvendotur nga zonat e luftës në 5 komuna, si dhe furnizimi e njësive të ushtrisë qendrore të Kosovës në një pjesë të rajonit të Drenicës dhe në një të anësinë zonën operative të Sholës. Këshilli për emergjenta përbëhet nga 4 anëtarë, të gjitha subjekte politike komunale, nga Lira Demokratike e Shimon dhe Bahria Sponca, nga Partia Parlamentare Mendele Sibra dhe nga Shoqata Humanitare Bëmirëse Nëna Tereza e Minselaci. Këshilli shpejti organizuar dhe në bashkëpunim të plotë me kryesinë e degës Ludvikës Vushtri dhe kryesinë e Shoqatës Humanitare Bëmirëse Nëna Tereza në Vushtri dhe aktivistët e degëve dhe nëndegëve të cilët punuan së bashku deri në përfundim të luftës.
me qëllim të përmbushjes së nevojave për mbështetje të zhvendosur nga zonat e luftës dhe të iniciative të UÇK-s, me vendim të Këshillit Qendror për Financim të Kosovës u organizuan aksionet gjithçka për pavarësinë e Kosovës dhe ta ndihmojnë Drenicën. Në këto dy aksione janë artuar mjete financiare nga populli në baza vullnetare. Për ndihmë për Drenicën janë siguru mjete në vlerë 43.393 marka gjermane. Për pavarësinë e Kosovës, aksioni 106.400 marka. Bashkia Islame e Vushtrisë ka ndihmuar popullatën me 63.605 marka. Mërgjimtarët ose aksioneve dhe obligimeve për 3% gjithçka për pavarësinë, vetëm Këshilli Komunal të Vushtrisë ka ndihmuar me 24.550 euro. Këshilli Republikan për ndihmë emergjente ka ndihmuar me 94.654 euro, ndërsa Këshilli Republikan për financim për të strehuarit ka ndohë 50.000 marka. Kështu që gjithsej mjete financiare të gatshme me cilat të ndihmuar popullata dhe ushtria shënimtare e Kosovës kanë qenë 38.662 marka gjermane. Ndërsa nuk kemi të dhëna për ndihma milionshë të shoqatave humanitare me mirë të nëna Tereze. Kontributi i donatorëve gjatë vitit të 90-ta i bashkëdhëtarëve dhe donatorëve vendor ishte i jashtëzakonshëm. Dhe ky kontribut ishte zëri dhe shpresa e popullit për kauzën për njeri dhe pavarësi. Pronarët e shtëpive që strehuan dhe akomoduan mirat e zhvendosur dhe lëshuan shtëpitë e tyre për hapësirat e institucioneve dhe deponim të mira materiale është e tiqmuar. Kontribut ma dhanë pronarët e mjetët transportuese të cilat me kamion e traktor transportuan të mirat materiale deri në zonat më të larta të luftës. Këshilli Komunal për ndihmë emergjente në Vushtri gjatë luftës mars 98-mars 99 shërbeu si logjistik e ushtrisë shënimtare të Kosovës për furnizim me artikuj ushqimor, mjete higjienike, medikamente mjekësore, derivate, automjete e ndihma tjera. Për herën e njës dhe falenderues për të gjithë aktorët që kanë kontribuar për shtetin e Kosovës të lirë dhe të pavarur. Mesazhi i këtij libri është se qëllimet e mëdha nuk arrihen vetëm me punë të përbashkët, jo me angazhime vetanake. Falenderim për të gjithë ata që dhanë jetën për lirin që ne sot e gëzojmë dhe për të gjithë ata që në çfarëdo mënyre kontribuan për lirin dhe pavarësinë e Kosovës. Falenderoj gjithashtu Zotin Beqirgjema që më ndihmoi në hartimin e këtij libri. Falenderimi veçantë për kryetarin e komunës Zotin Ferit Idrizi, i cili përkrahoi dhe financoi botimin e këtij libri. Ju falenderit për vëmendje. Faleminderit Zotri Karaça për fjalën tuaj. Fjalën e kalojmë autorit tjetër të librit, doktorit Pajazit Pllama. Përshëndetje për të gjithë. Përshëndetje Zoti kryetar, ju faleminderit për përkrahje dhe respekt. Dy musafir që na kanë ardhur, i përshëndesim profesor doktor Jusuf Telakun dhe Zef Shalën. Ne ishim bashk, udhëtuam bashk, rrugtuam bashk, Vushtria ishte korridor për Drenicë edhe për Shalë. Qytetarët e saj dhanë gjithçka për në mbajt popullatën gjallë. Në kohën kur u themelu shoqata në Terezë, kur për popullin shqiptar përgatitej kalvari i vujtjeve, mundimeve dhe vrasjeve të vazhdueshme, populli ynë ishte në rrezik të çvarosjes. Ishte ajo koha e popullit shqiptar të Kosovës, të cilët ishin trunguar të drejtat elementare, e drejta për jetë dhe e drejta për punë. Gjatë gjithë kësaj rruge, së bashku me popullin shqiptar
rrugtoj edhe shoqata, duke u mundu që populli mos të jetë i uritur, mos të jetë i etshëm, por të mbijeton vujtjeve dhe mundimeve të rënda. Nëna Terez, duke lejuar themelimin e shoqatës me dëshirën dhe vullnetin e saj, kishte shkruar: dëshiroj që dashnin në vepër ta tregoni për njeriu nevojtar. Ky ishte testamenti më i fortë dhe më i qëndrueshëm i shprehur në mënyrë të veçantë për shoqatën humanitare bamirëse të Kosovës Nën Tereza. Fillimet e viteve 90 ishin fillimet e viteve të rënda. Një engram të jetës po e ndaj me Dr. Ganide Mollin, Dr. Eshref Osmanin, Halil Ferizin dhe handicapin francez, kur kemi gjetë një ditë familja që ka hangër ujë, një ditë buke çaj në rrethin e Mitrovicës me varë dhe për kujdesje shumë të datë. E dyta, vaksinimin e fëmijëve tanë në vitet 1990, kur u paraqit poliomieliti, aty kemi bërë një punë të përbashkët me Shtëpinë e Shëndetit, me aktivistët tanë dhe me gjithë njerëzit, meriton të thuhet, të cekët, për krahja e madhe që na ka dhënë Mulla Ferhat Gërguri, i cili e ka sensibilizu dhe i ka thonë xhamatit me i vaksinu fëmijë. Në atë kampanjë, në vitin 1996, bashkë me Palok Berishën, me Flaka Sorojnë dhe të tjerë, e kemi bërë një punë të madhe që Kosova i ka regjistruar 60.000 fëmijë të cilët kanë qenë të paregjistruar, të pa evidentuar dhe jashtë kontestit ligjor për jetë. Në marsin e vitit 98, në luftën e komandantit legjendar të Adem Jasharit, me 5/03/1998 kemi qenë në Ashlan, kemi bërë një punë, i kemi dhënë ndihmë të gjithë plagosërve dhe shoqata bashkë me të gjithë të tjerë i ka strehuar dikon 13.000 vetë dhe ju ka gjetë vend për ushqim edhe për bukë. Këto ishin engramet tona të një pune e cila ka qenë e përbashkët. Vlen të theksohet se është vetëm një komunë në Kosovë që nuk ka pas ndarje, të gjithë kemi qenë me shoqat, me këshill, me gjitha kemi punu edhe vepru së bashku. Prandaj edhe libri ka këtë karakter edhe e ka këtë domethënie që uniteti ja vlen të shkojmë përpara. Ne ishim idealista, bëm këtë punë që mundëm, ato që kemi mund, ndoshta s'kemi dhënë ma shumë, po ato që kemi mujtë e kemi dhënë, dhe Vushtria ka dhënë një provim historik me 23 mars 1998, Zek Qeku ka ardhur me 24 konvoje në komunë Vushtrisë, të cilat i kanë shpërndarë para bombardimit të NATO-s. Në zyret e Nënës Terez janë djeg, materiali është djeg dhe Izet Selacit, i cili meriton me respektu edhe me shpreh mirënjohje të thellë, që kemi pas shumë edhe shumë dhëna tjera, të gjithë ata që kanë punu, të gjithë ata që janë mobilizu, të gjithë ata që kanë dhënë që kanë mujtë për i veti, meritojnë respekt. Ju falenderit shumë. Falenderit shumë, doktor, për fjalën dhe kontributin tuaj. Në vazhdim të përurimit, ju ftojmë të ndjekim interpretimin e këngës Unë biri yt Kosovë nga solisti ynë Shaban Krasniqi. Unë
Faleminderit për interpretimin, zotri Krasniqi. Tani do të vazhdojmë me një nga momentet më të rëndësishme të këtij përurimi, ndarjen e mirënjohjeve për ata që kontribuan gjatë viteve të rezistencës. Për ndarjen e mirënjohjeve, ftojmë edhe një herë në skenë kryetarin e komunës. Mirënjohja i ndahet zotrit Abedin Gjaka, post mortem. Ftojmë dikën nga familjarët e tij që po pranojnë mirënjohjen. Mirënjohje post mortem i ndahet zotrit Gani Maloku. Ftojmë familjarët që të pranojnë mirënjohjen. Familjarët e zotrit Gani Maloku, post mortem. Mundesh, zot. Ne kom dojë në një gjokë. Një shkelëzën për kohës, Mirënjohje post mortem i ndahet zotrit Ilmi Gërguri. Mirënjohje post mortem i ndahet Mulla Ferhat Gërguri. Mirënjohje post mortem i ndahet zotrit Murtes Mikullovci. Mirënjohje post mortem i ndahet zotrit Destan Ferizi. Nëse është dikush nga familjarët e të ndjerit Destan Ferizi, ju lutem të pranoni mirënjohjen. Mirënjohje post mortem i ndahet zotrit Burhan Badivuku. Mirënjohje post mortem i ndahet zotrit Shevqet Popova. Mirënjohje post mortem i ndahet zonjës Marie Çuni. Ftojmë familjarët që pranojnë mirënjohjen. Mirënjohje i ndahet edhe zotrit Nazmi Karaqa. Mirënjohje i ndahet zotrit Zer Shala. Mirënjohje i ndahet edhe zotrit Kadir Bunjaku. Mirënjohje i ndahet zotrit Beqir Halili. Mirënjohje i ndahet zotrit Jusuf Telaku. Mirënjohje i ndahet zonjës Barije Spanca.
Mirënjohje i ndarë zotrit Nazif Aliu. Mirënjohje i ndarë edhe zotrit Shaban Salihu. Mirënjohje i ndarë zotrit Salih Z. Salihu. Ftojmë zotrin Salih Z. Salihu të pranojë mirënjohjen. Nëse është dikush nga familjarët, mund ta pranojë, ka problem. Mirënjohje i ndahet doktoreshës Mejreme Ismaili. Nëse është dikush nga familjarët e doktoreshës Mejreme Ismaili, ju lutem të pranoni mirënjohjen. Mirënjohje i ndahet zonjës Lida Parduzi. Mirënjohje i ndahet zotriut Sheremet Desku. Mirënjohje i ndahet zotrit Bashkem Bunjaku. Nëse është dikush nga familjarët e zotrit Bashkim Bunjaku, ju lutem që të pranoni mirënjohjen. Mirënjohje i ndahet doktorit Fazlis Jetullahu. Mirënjohje i ndahet doktorit Ramadan Gjodi. Bene, fatto sto sospetto. Mirënjohje i ndahet zotrit Ismet Mehmeti. Nëse është dikush nga familjarët e zotrit Ismet Mehmeti, ju lutem të pranoni mirënjohjen. Mirënjohje i ndahet zotrit Fadil Saraçi. Mirënjohje i ndahet zotrit Samih Hasani. Në rregull, faleminderit shumë kryetar, siç duket dikush nga familjarët as zotri Hasani nuk është këtu. Për ju që nuk keni pasur mundësi të jeni sot këtu, mirënjohje do të mund t'i pranoni në ambientet e komunës. Falenderojmë kryetarin e komunës për ndahjet e mirënjohjeve. Gjithashtu, faleminderit edhe të gjithë kontribuesve e familjeve që mbajnë gjallë kujtimin dhe vlerat e rezistencës sonë.
Tani uftojmë të ndjekim këngën Jama I pari në Ballkan në interpretimin e solistit Fazli Rashica. Falenderojmë Zotrin Rashica për interpretimin. Të nderuar pranishëm, libri Vushtria gjatë viteve të rezistencës 1990-1999 mbetit një dëshmi e rëndësishme për brezat që vijnë dhe një kujtesë se liria ka ardhur përmes sakrifisës dhe shëndresës së shumë njerëzve. Më lejoni që në emër të kryetarit të komunës, Zotrit Ferit Idrizi, në emër të këshillit organizues dhe në emër të autorëve, t'ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj në këtë përurim. Gjithashtu, dua t'ju informoj që librin mund ta merrni tek autorët të gjithë ju që keni dëshirë ta keni. Libri është financuar nga Komuna e Vushtrisë dhe për atë arsye është gratis. Miru takofshim në ngjarjet e radhës. Ju falenderoj.